Në janar të vitit të shkuar, Fatmir Tarellari vrau me armë kunatin e tij pasi vajza i deklaroi se i merrte parat në kërcënimin se do t'i publikonte foto intime. Madje në ato kohë u ngritën edhe dyshime se daja e kishte përdhënuar që në moshën 12 vjeçare, kur shkonte për vizitë në banesën e tyre. Por gjyqi i zhvilluar në Larisa të Greqisë ka zbuluar dramën duke kthyer situatën në 360 gradë. 19 vjeçaria kishte falsifikuar mesazhet me të cilat bindi babain. Në seancë u zbulua se ajo kishte manipuluar të dhënat, duke fshehur se pas shkronjave fshihej i dashuri i saj dhe jo daja. Kjo ishte një përpjekje për të fshehur zhdukjen e parave që babai i niste për të paguar qeran. Madje mungesën e pagesës, atij kishte bërë të ditur në ato kohë pronari i banesës ku qëndronte vajza. Më vjen keq për atë çfarë ka ndodhur, është shprehur tashmë i penduar 51 vjeçari, duke shtuar se ato ishin ditët më të këqija të jetës së tij, kur mësoi se çfarë ndodhi vajzës, çka e bëri të ishte në gjendje shoku. Tashmë ai akuzohet për vrasje me dashje. Në 9 janar, pasi vajza i bëri të ditur mesazhet, ai e thirri kunatin 33 vjeçar në periferi të Volosit pranë një fabrike çimentoje, ku i ngriti një kurth vdekjeprurës. Menjëherë sapo kunat Erion Pelivani mborriti e qelloi me armën që kishte marrë me vete, duke mos i lënë asnjë mundësi mbijetese. Tashmë prokurorët kanë zbuluar se ai ka humbur jetën pa bërë asnjë faj.